Ai është natyra, I ikshëm si ujë dhe I pakapshëm si era që se lajme se fshikullojnë dot të ndyrën brenda. Në titullin Njeriu që ndjente gjithçka, një pjesë e frymëzuar nga prallat e Atë Donat Kurtit e shkruar dhe me regjitë e Elsa Demos u vu në skenë në Tiranë. Për Demon, pjesa është sa personale, po aq edhe shkëputur prej saj. Pikërisht kjo prallë mua më ka pëlqyer jashtë mase kur e kam lexuar, po edhe më ka tronditur. Dhe pikërisht pjesa që më ka tronditur, unë e kam zhvilluar. Në një farë mënyrë trajton edhe këtë raport me veten time tjetër, po edhe me teatrin. Domethënë me teatri konvencional dhe ai teatr I cili mund të përgjigjet në një farë mënyrë kërkesave dhe nevojave të një individi që jeton në kohën e sotshme. Dhe them që kur njeriu ka diçka për të thënë, duhet ta thotë. Unë jam me këtë, kur ke diçka për ta thënë, atëherë është momenti për të dalë në skenë. Cila do qoftë ajo skenë. Njeriu që ndjente gjithçka ishte pjesë e programit të Javës së Evropës që sjell tema të hapësirave, lirisë, identitetit, kujtesës dhe emigrimit. Për Demon, shfaqja ishte edhe një mënyrë për të angazhuar të rinj si Flobenca Bezati. Ti gjesh për njeriu jo nizesh shkret. Kur ndonjë plaki mjerën e rësi. Në role kishim një lloj përplasje të marrëdhënieve nën-bi, alter ego, përplasje të mendimeve, përplasje të eksperiencave të ndryshme, kujtimeve dhe ndjesish mbi të gjitha. Dhe gjithë shfaqja është një rrugtim shumë I bukur ndjesish. Në fakt për mua ishte një lloj sfide, sepse gjuha e përdorur tek Atë Donat Kurti ishte një gjuhë që më pëlqeu shumë kur e lexova, por aman hasa një lloj vështirësie kur e punova, sepse është një gjuhë që nuk përdoret në përditshmëri. Dhe për mua ishte një sfidë shumë e bukur dhe do e mbaj mend këtë tekst. Shfaqja është një kërkim I brendshëm I individit, përballje me të shkuarën dhe momente kyçe të jetëve tona që na ndikojnë, na shënjojnë dhe na bëjnë ajo që jemi, gjysmë apo të plota versione të vetes.